Përshëndetje të nderuar shikues. Flasim në vijim për zhvillimet e turbullta politike në vend. Edhe këtë të diel, deputetët e PDK-s dhe Aleancës kanë tentuar të hyjnë në sallën e kuvendit, por ajo ishte e mbyllur për ta. Ata i bën thirrje kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari që ta thras seancën, duke vlerësuar se tashmë është zaptuar rendi demokratik. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, ka thënë se bllokimi i kuvendit të Kosovës nuk është vetëm krizë politike, por çështje e mbrojtjes së rendit kushtetues, institucioneve dhe vetë Republikës. Qeveritë vinë dhe shkojnë, kryeministrat vinë dhe shkojnë, deputetët vinë dhe shkojnë, kuvendi, qeveria, institucionet do të jenë përjetshme. Realiteti i vitit 2008, përkatësisht datës 17 shkort 2008, i shpallur shtet, i pavorë dhe sovran në këtë sollë, nga Hashim Thaçi nuk mund të rikrijohet, nuk mund të rishkruhet dhe nuk mund të zhbëhet. Albin Kurti duhet ta kuptoj se nuk mund të krijojë republikë të re. Ai duhet pajtohet se shteti i shpallur me 17 shkurt 2008 nga Hashim Thaçi është pjesa më e lavdishme e historisë sonë të re kombëtare. Deputeti Tahiri po ashtu tha se Kurti po ushtron detyrën e kryeministrit jashtëligjshëm. Kuvendi nuk është pronë e tij, qeveria nuk është pronë e tij, institucionet nuk janë pronë e tij, Republika nuk është pronë e tij. Albin Kurti sot ka mandat deputetit, ndërsa duke qenë deputet vazhdon ta ushtroj detyrën e kryeministrit jashtëligjshëm dhe ta bën peng qeverinë bashkë me ministrat e tij, e në anën tjetër ta bëj jo funksional kuvendin, duke cënuar rendin kushtetues. Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri ka thënë se kjo që po ndodh pa asnjë dyshim është zbatimi i rendit demokratik me urdhër të kryeministrit në detyrë Albin Kurtit. Detyra jonë si të zgjedhur nga populli i Kosovës, nga sovrani, është që jo vetëm ta mbrojmë kushtetutën, po të i tregojmë qytetarit të Kosovës se kjo çka është duke ndodhur drejt për drejt me urdhrin e Albin Kurti si deputet, pasi dyshim është zaptim i rendit demokratik, dhe në anën tjetër është shkelje flagrante e të gjitha dokumenteve normative që rregullojnë funksionimin e shtetit ku sundo ligji, duke filluar me shkeljen e kushtetues, me shkeljen e aktvendimit gjykatës kushtetuese dhe së fundi edhe me rregullorën e punës së kuvendit. Ai gjithashtu ka thënë se mbyllja e derës së kuvendit e ka një porosi të thjeshtë dhe po bëhet me qëllim. Ka një qëllim shumë thjeshtë. Ne më shoshkelm kësaj dere, edhe pastaj më bën lajm që opozita e theu derën dhe ndërmori veprime ashtu që ka ndërmorë ta. Ajo që i themi lëvizjes dhe vendosje, ajo që i themi kryesuesit Dehari, që të mos i dëgjoj udhëzimet të cilat janë duke e quajtur shtetin e Kosovës në shumë të panjohura. Është e pakuptueshme, është e padrejtë dhe shumë e rrezikshme për shtetin e Kosovës me na vendosin këtë sfidë me shumë panjohura, panjohura të cilat një shtet bukur të bresht që e ka pru kjo qeveri, me stadin më të ulët marrëdhënieve të mira të këtij vendi me miqtanë, me një ekonomi të dopt, me qytetarë të lodhur, me shërbime shumë dobta të shtetit, me na punë në situatë me bloku punën e kuvendit, prej ku ne duhet të adresojmë çështjet tona që ndërlidhen drejt për drejt me funksionimin demokratik të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Alibulena Agjiu ka shprehur keqardhje që PDK-ja dhe Aleanca kanë refuzuar ftesat për takimin të martën. Ajo ka thënë se ky refuzim është i gabuar dhe i pamatur. Ajo tha gjithashtu se qytetarët e Kosovës po flasin vazhdimisht qartë përmes zgjedhjeve, ndërsa është detyrë e udhëhecësve të partive të zbatojnë në praktik vullnetin e qytetarëve. Agjiu kishte ftuar liderët e partive politike ose përfaqësuesit e tyre për një takim të përbashkët të martën në orën 9.
Administrata e Kuvendit Kosovës ka njoftuar se nuk ka pasur ndonjë njoftim zyrtar për mbajtjen ose organizimin e ndonjë seance për ditën e diel 16 gusht. Siç thuhet në reagimin e Kuvendit të Kosovës, mungesa e këtij njoftimi dhe rrjedhimisht mos organizimi i mbajtjes së seancës nuk përbën vendim politik e as nuk paraqet qëndrim të administratës së Kuvendit. Deputeti Ukrainas, Oleksi Gonçarenko, deklaroi se mbështet fuqishëm njohjen e Kosovës nga Ukraina, duke bërë të ditur se për këtë çështje ka sponsorizuar edhe një projekt ligj në Parlamentin Ukrainas. Gonçarenko ka komentuar qëndrimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili gjatë vizitës në Serbi deklaroi se qëndrimi i Kievit ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar. Jam përkrahës i fuqishëm i njohjes së Kosovës si shtet i pavarur nga Ukraina. Kam sponsorizuar një projekt ligj për këtë çështje në Parlamentin Ukrainas. Fatkeqësisht presidenti Zelenski ka një qëndrim tjetër. Gjithashtu situata është mjaft e komplikuar për ne tani në mes të luftës. Do të ishte më mirë që kjo të bëj para se të fillonte pushtimi në shkallë të plot, sepse tani çdo hap që ndërmerr Ukraina vlerësohet edhe nga aspekti se si do të ndikojë në situatën tonë, e cila është shumë e vështirë. Gonçarenko ka vlerësuar lart mbështetjen që Kosova dhe qytetarët e saj kanë dhënë Ukrainës, duke thënë se dy popujt e kuptojnë njëri tjetrin për shkak të përvojës tragjike që kanë kaluar. Sipas tij, Ukraina dhe Kosova duhet të jenë partner serioz. Patjetër që e dim se populli i Kosovës mbështet Ukrainën dhe se refugjat Ukrainas kanë qenë në Kosovë. Në përgjithësi mendoj se ukrainasit fatkeqësisht së bashku me popullin e Kosovës e kuptojnë më mirë se kush do tjetër në Evropë tani se çfarë është gjenocidi, sepse populli i Kosovës e ka kaluar këtë, ndërsa ukrainasit po e përjetojnë. Prandaj ne e kuptojmë shumë mirë njëri tjetrin. Ky është i njëjti kërcënim që Rusia paraqet ndaj Ukrainës. Është i njëjti kërcënim me të cilin Rusia ndikon në Ballkan dhe dëshiron ta vërë atë në flak, duke përdorur disa grupe margjinale serbe. Kemi shumë të përbashkëta në historinë tonë, fatkeqësisht në historinë tragjike dhe atë të kohëve të fundit. Mendoj se Ukraina dhe Kosova duhet të kenë një partneritet shumë serioz. Deputeti Ukrainas ka thënë se Ukraina duhet të komunikojë me Serbinë, por ka kritikuar afërsinë e Beogradit me Moskën, duke shpresuar se një ditë nuk do ta mbështet Rusinë. Ne duhet të flasim me të gjithë. Ukraina duhet të flasë edhe me Serbinë edhe me presidentin serb, por të gjithë e dim se Serbia është ndoshta vendi më i afërt me Rusinë në Evropë sot. Mendoj se ky është një gabim i madh i Serbisë, por është zgjedhja e tyre. Shpresoj që një ditë Serbia edhe do të ndryshojë këtë, të heqë dorë nga kjo mendësi imperialiste dhe të kuptojë se duhet të ndërtojë një Serbi të re si shtet, jo një perandori ballkanike, por e kuptoj se sot fatkeqësisht shumë serb nuk e ndajnë këtë pikpamje. Gonçarenko ka komentuar edhe largimin e flamurit të Ukrainës nga hapësira publike në Prishtinë nga kryetari Rama pas deklaratës së Zelenskit, duke konsideruar një veprim të gabuar, pasi sipas tij flamuri i Ukrainës përfaqëson mbështetjen për popullin e Ukrainës dhe jo për një president të caktuar. Mendoj se ishte gabim, sepse ky flamur ishte një sinjal i rëndësishëm i mbështetjes për popullin e Ukrainës, jo për Zelenskin personalisht. Sot presidenti i Ukrainës është Zelenski, nesër do të jetë dikush tjetër, por populli i Ukrainës do të luftojë jo vetëm për lirinë tonë, por në realitet po mbron të gjithë Evropën, përfshirë edhe Ballkanin. Prandaj mendoj se ishte gabim nga ana e kryetarit të Prishtinës që ta bënte këtë. E kuptoj se ai dëshironte të tregonte një reagim ndaj deklaratës së presidentit Zelenski, por edhe një herë nuk bëhet fjalë për presidentin, por për popullin e Ukrainës. Rikujtojmë se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski pak ditë më parë gjatë vizitës në Beograd ka deklaruar se qëndrimi i Ukrainës për Kosovën mbetet i pandryshuar, ndërsa ka falenderuar Serbinë për qëndrimin ndaj integritetit territorial të Ukrainës. Ne respektojmë integritetin territorial të partnerëve tanë dhe të drejtën ndërkombëtare. Sa i përket Kosovës, qëndrimi ynë mbetet i pandryshuar. Jemi mirënjohës ndaj Serbisë për respektimin e integritetit territorial të Ukrainës, përfshirë Krimin.
Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale përmes një komunikate të përbashkët ka njoftuar se është arrestuar një person i dyshuar në Zveçan për sulm ndaj këforit në tensionet e majit të vitit 2023. Ndaj dyshuarit rëndojnë dyshimet për veprat sulm ndaj personit zyrtar, pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm, bashkim për veprimtari kundër kushtetuese dhe rrezikim i personave në mbrojtje ndërkombëtare. IM është arrestuar pas ndërmarrjes së shumë veprimeve hetimore, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, njoftoi se në fund gushtit pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac, ndërsa për shtator paralajmëroi fillimin e segmentit Bukojçan-Kërçov dhe për shpejtimin e punimeve në autostradën Kërçov-Ohër. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac, njoftoi kryeministri Hristian Mickoski, duke siguruar se janë përmbushur kushtet që të nisin punat në terren. Ovoj mesec oficijalno će započne izgradbata. Këtë muaj zyrtarisht do të fillojë ndërtimi, sepse të gjitha formalitetet dhe procedurat që lidhen me pjesën Blac-Shkup kanë përfunduar. Mendoj se fillimi është i planifikuar për datën 27 gusht. Tani nuk do doja të më kapeni për fjalë, por mendoj se ajo është data. Më në fund ky projekt 10 vjeçar që u njoftua, më në fund kemi një kontraktor, është një kompani vendase, kemi mbikëqyrje, do të thosha se janë përmbushur të gjitha kushtet që ndërtimi i kësaj autostrade të fillojë. Për momentin po punohet në 1200 lokacione në gjithë Maqedoninë, u shpreh Mickoski, duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Ohër paralajmëroi për shpejtim të punimeve dhe përfundim gradual të saj. Vo septembri očekujem ušteden autoput. Në shtator pres të fillojë edhe një segment tjetër autostrade, ai është Bukojçani-Kërçov, ndërsa me dinamik të shtuar të përfundojë autostradën Kërçov-Ohër, pres që segmenti nga Izvor deri në Vërbanj të lëshohet në gjysmën e dytë të tetorit, ndërsa i gjithë segmenti të përfundojë në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm 2027. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në 3 segmentet e korridorit 8 dhe korridorit 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan. Mickoski bëri të ditur se aktivitetet ndërtimore do të intensifikohen edhe me seksionin hekurudhor 2, cili përbën krahun lindor të korridorit 8, si dhe me seksionin 3 për të cilin thirrja publike pritet të shpallet së shpejti. Sipas tij, sfidat administrative tashmë janë tejkaluar, ndërsa nëse gjithçka shkon sipas planit, në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përfundojë studimi i fizibilitetit dhe të nisë puna në korridorin 10. Opozita shqiptare akuzon ministren Vesna Janevskan për përpjekje për anashkalimin e badenterit në ligjet e arsimit dhe cenim të arsimit në gjuhën shqipe, pasi e njëjta ditë më parë tha se ky mekanizëm nuk duhet përdoret për zgjidhje politike, duke kërkuar që ligjet të miratohen pa u kushzuar nga çështje të tjera politike. Opozitarët BDI dhe Lidhja Shqiptare kanë reaguar ndaj ministrës së arsimit Vesna Janevska, duke akuzuar se po tenton të anashkalojë badenterin në ligjet për arsimin dhe se politikat e saj po dëmtojnë arsimin në gjuhën shqipe, ndërsa kërkojnë respektimin e garancive kushtetuese dhe të drejtave të shqiptarëve. Integristët akuzojnë ministrën Janevska për sulm ndaj badenterit dhe marrëveshjes Ohrit, duke kërkuar që ajo të kërkojë falje dhe të tërheqë deklaratën e saj. Janevska e quan badenterin mjet, kërkon që ai të mos zbatohet aty ku ajo dhe qeveria mendojnë se nuk duhet. Kushtetuta nuk ja jep këtë të drejtë. Amendamenti 10 kërkon shumicë së dyfisht për ligjet që prekin arsimin. Zbatimi i badenterit nuk varet nga vlerësimi personal i Janevskës, nëse një ligj i caktuar i prek shqiptarët. Sipas BDI-s, edhe më poshtruese është se në deklarat në kontekstin e blokadës nga deputetët shqiptar, ministra flet për shqiptarët si për një komunitet të vogël, ndërsa kritikojnë partinë shqiptare në qeveri vlen se nuk po i mbrojnë shqiptarët. Nga ana tjetër, Lidhja Shqiptare thot se vendimet kokë më vete dhe deklaratat e Janevskës dëshmojnë qartë hovin e qeverisë aktuale kundër arsimit në gjuhën shqipe. Këto veprime nuk çojnë askund tjetër vetëm se në vitet e 90-ta, kur pushteti njëjtë ndalonte ndërsa shqiptarët kërkonin shkolla shqipe, fakultetin pedagogjik dhe universitetin në gjuhën amtare, për çka kemi edhe dëshmor, e gjithë kjo
po ndodh me Aminin Heshtjen dhe vazalitetin e të përzgjedhurve shqiptar të Mickovskit në qeveri. Përndryshe më 6 gusht duke folur për 3 ligje të arsimit të lartë që janë në procedurë parlamentare e që janë bllokuar nga partitë opozitare shqiptare, të cilat këmbëngulin që gjatë miratimit të zbatohet parimi i badenterit, ministra Anevska tha se nuk është në rregull që shumica e badenterit të përdoret si mjet për arritjen e zgjidhjeve politike. Në një intervistë për Mian më 14 gusht, Anevska tha se beson se arsyeja do të mbizotrojë dhe se kuvendi do gjej forca për t'i kaluar çështjet politike, përkatësisht që këto 3 ligje sipas saj të mos përdoren për zgjidhjen e ndonjë çështje tjetër. Kosova do të paraqitet me 4 garues në kampionatin botëror të Muay Thait që do të mbahet muajin e ardhshëm në Deçan. Nga 1 deri më 11 shtator, Kosova do të jetë qendër e rëndësishme e sportit të Muay Thait, pasi që në Deçan organizohet kampionati botëror. Në këtë ngjarje madhore do të marrin pjesë 800 sportistë nga rreth 120 shtete, derisa Kosova do të paraqitet me 4 garues. Optimist për medalje është shprehur kryetari i Federatës së Muay Thai të Kosovës, Shpejti Mametaj. Ne në këtë kampionat i kemi 4 sportistë që do të marrin pjesë në këtë garë. Po shpresojmë që nga ky kampionat do dalim me suksese të medalje. Edhe pse është një vështirësi shumë e madhe, sepse është një konkurrencë shumë e madhe, ka sportistë elitar, një ndër sportistë më të fortë në botë që rrapen në këtë federatë. Dhe tash medal i pari në këtë sport është mund sakrificë, lodhje, po është edhe kënaqësi e madhe. Po besoj se Kosovës do t'ja zdritim fytyrën me organizimin që do të bëjmë dhe me medalje që do të fitojmë. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, ai foli edhe për masovjezimin e këtij sporti në Kosovë. Vendi ku kam qenë kampion bote në kickbox, kam dalur me kërkesë federatës ndërkombëtare, kryetari i kësaj federate. Me punën dhe me dijen dhe me provojën që e kam, jam duke masivizu këtë sport shumë në Kosovë. Tani jemi duke masivizu këtë sport edhe në diasporë. Jemi duke hapur klube, sepse me kriju një federat nacionale, vendit ton, me gjithë sportistat që ai ka vendi, edhe brenda edhe jashtë vendi që jetojnë. Për punë që me e bon një ekip të mrekullueshëm, një ekip që me lën gjuhëm në botën e Muay Thait. Në anën tjetër, zyrtari i Federatës Ndërkombëtare të Muay Thait, Muhamet Amr, deklaroi se ky sport nuk ka për qëllim vetëm garën për medalje, por edhe promovimin e miqësisë dhe shkëmbimin kulturor me sportistëve nga vende të ndryshme të botës. Ai u shpreh kënaqur edhe me organizimin nga Federata e Muay Thai të Kosovës, si dhe me kushtet në palestrën sportive në Deçan. Hapja dhe dita përmbyllës e kampionatit botëror të Muay Thai transmetohen drejt për drejt në televizionin 21+. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Për më tepër informacione vizitoni dhe portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.